Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka denoncuar keqtrajtimin në paraburgim të ish-presidentit Ilir Meta. Blushi ka publikuar raportin e Komunitetit Shqiptar të Helsinkit, që sipas tij konfirmon trajtimin çnjerëzor të kreut të Partisë së Lirisë. Raporti i Komitetit Shqiptar të Helsinkit konfirmon tani më pa asnjë ekuvok vërtetësinë e të gjitha denoncimeve publike të presidentit Meta, jo vetëm lidhur me shkeljet flagrante dhe të qëllimshme të lirive dhe të drejtave të tij themelore, njerëzore dhe politike gjatë paraburgimit në IEVP Jordan Misja, por edhe kushtet njerëzore për të gjithë të paraburgosurit e tjerë që vuajnë po njësoj në mbar vendin. Blushi thekson se raporti përforcon dhe gjetjet e mëparshme të avokatit të popullit. Ky raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit përforcon konstatimet e mëparshme të institucionit kushtetues të avokatit të popullit, rekomandimet e të cilit për muaj me radhë shpërfillen. Sipas Blushit, ky keqtrajtim i Metës është një akmarrje politike e urdhëruar nga kryeministri Edi Rama. Kjo situatë shumë e rëndë e trajtimit kriminal të zotit Meta në IEVP Jordan Misja nuk është rezultat i neglizhencës apo i papërgjegjshmërisë, por dëshmi e qartë e persekucionit të qëllimshëm politik të zotit Meta, të urdhëruar drejt për drejt nga Edi Rama, që siç dihet botërisht është de facto jo vetëm gardiani, përgjegjësi i seksionit, drejtori i IEVP Jordan Misja, por njëherëzi de facto edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Sipas raportit, ish-presidenti Ilir Meta është përballur me shkelje të lirive themelore, si kufizimi i orareve të qëndrimit në ambientet e hapura, kufizimin e lirisë së shprehjes, pengimin e komunikimit me median dhe kufizimin në kontaktet me familjarët dhe bashkëpunëtorët politik.